është titulli shumë simbolik. Qende do cak në mbrojtje të shtetit e qytetarët në mëshirën e qendve. Unë dje rasti ka qenë ndodhë qëto, se kam pa drejt për drejt, po e kam pa në media tjera. Është shumë shqetësuese edhe se shteti, komuna duhet të marrë masa për mbrojtjen e qytetarëve, sepse para, siguria e qytetarëve është parësore. Edhe duhet gjenë forma të mënyra se si duhet të evituar këtë problem. Nuk është problem veç ky që ka ndodhur, po kjenë gjithandej në Mitrovic, par shkollave, qerdheve tjera. Kjo është një farë betejë me qend. A menoni që është e duhur zgjedhjen që kanë bë qytetarët ose kushdo të qoftë mi helmut qend? Nuk është zgjedhje kjo. Ka forma tjera. Forma që në një familje janë pranueshme ndoshta edhe për botën e civilizuar. Ajo shumë keq, po do të marrë me që një timore, nëse strehimore ku është edhe... Apo paraqet rrezik për juve si banor Mitrovic? Po paraqet e kanë hangër para 2 ditë, thanë njerë e kanë masakru. Vërtet, po na terrorizojnë. Në prillin e vitit që shkoj, në mëngjes, të e njës ditën me kafe, mu më ka kafshu qani, dhe më kanë pështu policia se këfori pi ushqen, këfori janë shumë indiferent. Në fakt, pjesën e madhe të fajt e kanë këfori, se i ushqen, edhe kur qëtë na kërslojnë, ato na shojnë edhe si me po film, si me okinash. Pjesën e madhe e ka këfori, këta te ura që përinë. Kush do që janë, këta janë fajtori. është dasht me ndodhë që kjo fatkeqësi me Badin, kolegun ton, shokun ton, qytetarin ton, për mos në i pa qatë në rrugë. Këtu është, përshtypja e jonë është se po ndodhë një biznes me këta qatë. Një mëngjesi që është dhe i sheh që kanë ardhur 70 të ri, dhe ku me ditë për i cilit qyteti kanë marrë, i kanë pru të na. Mande i marrë një për i qytetit tonë dhe i qojnë dikun tjetër. Unë se ti ku i kanë qu këta që kanë qenë djerë nashta 70, nashta 90, dhe sot të rej kom pa deri stash, dikun qytet tjetër i kanë qu dhe me siguri ka me ndodhë në i telashe, qysh i kanë ndodhë Badit. Tjetra, kur është votu ky ligj, se di mërës, pse kanë votu pa i ditë rrethonat ku jemi, qysh jemi na, edhe mundet me ndodhë se ka qenë e mirë mendume që 2, 3, 5, 20 vetë me marë rroga dhe me nënzi jetën e vërtet terror. Dhe është Zoti e po përfundon që kjo dhunë psikologjike e qeve ndaj neve. Nuk e di a është merë dikush me statistika brenda Republikës Kosovës sa njerëz janë jo picku, po janë kafshu për i qeve. Se vërtet, kur po kafshon, po lënë edhe e gjurë. Po do me marrë injekcione, spekini soj, e kemi jetën edhe ashtu të ngarkume me punët e tona, plus edhe një telashe shtesë, vërtet shumë. Pas sulmit që u bot qytetarët ditën e djeshme, po. Qytetarët ose njerëz sa këtu në qytetit Mitrovicës kanë filluar me vendos helm tek qenët. Si e komentoni këtë pjesë? Kjo është fundi, ka hup durimi. Thjesht ka hup durimi. Unë nuk kam informacione ku blehet helmi e qysha diçka, edhe shqyqyr që s'kam se bon vakia kisha shku qasë largë. Jemi lodhë.